pas atij fjalimit Ramës? Unë besoj ke intuita e Ramës. Intuita në shërregull. Që kap momentin. Ka kapur momentin, por ka kapur momentin dhe momenti nuk është momenti, por gjithë retroshena pas. Dhe sakt ne po flasim për dy procese të ndryshme të liderëve të njëjtë të UÇK-s. Po ky është një proces qartazi politik. Ka ndodhur në një moment politik domethënës dhe po vazhdon të procedohet në mënyrë politike. Unë po lexoja interpretim përjetimi që kishte për kolegu aty. Dhe përjetimi është shumë i qartë kur i referohet Gjermanisë dhe gjykatësi gjerman, po ta kthesh në histori, mund të kujtojmë shumë mirë rolin që ka pasur Gjermania në periudhën e procesit kur vetë Hashim Thaçi ka qenë nga partizanët kryesor të pranimit të kësaj, se ka ardhur me presion ndërkombëtar, ndërtimi i kësaj gjykate. Mos e harrojmë këtë gjë. Dhe vetë Thaçi, por edhe me një vullnet pastër të klasës drejtuese politike, dhe kjo duhet thënë. Po pra vetë Thaçit. Me besimin jo vetëm Thaçit. Me besimin, po Thaçi ishte... Por për shembull vetë vendosja ka qenë haptazi kundër. Edhe Aleanca ka votuar. Edhe Aleanca ka votuar kundër. Me që kemi të bëjmë me një proces qartazi politik, unë besoj që Rama, po me atër dhe sigurisht Rama është kryeministër, mund të lëvizit gjitha analet diplomatike për ta çuar këtë vullnet, jo vetëm në një komunikim me presidentin e Shtëpisë Bardhë, po dhe me rrugë të tjera për ta bërë politik deri në fund. Sepse këtu ka nevojë për një qasje politike, procesi politik. Atë që bëri Recep Selimi fjalën ti, pra ai tha mbrojtja e tij ishte mbrojtje e qartë dhe e pastër politike. Pra ju doni të njolosni, nuk e keni me ne. Ju e keni me Ushtrinë Shqiptare, me luftën për çlirim të Kosovës. Luftën për çlirim të Kosovës. Atëherë, qasja politike nga mund ndryshoj. Unë nuk besoj nga asnjë nga anëtarët e Bashkimit Evropian, për arsye krejtë ndryshme, për pozicion që kanë. Kjo qasje mund vi vetëm nga Shtëpia e Bardhë. Dhe Rama mbolli një farë aty. Po hodhi idenë që shiko, mund të reagohet, kemi një prokuror i cili në procesin tuaj ka qenë i njëanshëm, paktën kështu unë e lexoj. Dhe ky është po një prokuror që është i njëanshëm. Zoti Trump besoj s'ka nevojë të thosh fare këtë. Mjafton ti përmendesh që ka qenë ai prokuror. Edhe nuk e di, duat në mënyrë redaksionale që edhe komunikimi ka qenë. Pyetja e Trumpit ka qenë nëse bëhet fjalë për atë apo jo. Dhe Rama dhe i përgjigjet. Po, ka qenë ai, është ai pra. Domethënë, e gjitha kjo mund të sjellë një proces tjetër politik të kundërvjet. Unë nuk e di se nuk jam ekspert i drejtës ndërkombëtare. Po, Kosovës i lind dhe drejta që këtë që ndërtoi, e cila u konvertua jo në proces juridik të pastër, po në proces politik të pastër, ta zgjoj. Si ta zgjoj? A zgjohet dot? Me parlament, si që ndërtoi. Si zgjohet? Po, a janë ekuilibrat politik në Kosovë? A është lënë në paskrave historia e shkuar, gjitha përplasjet, ju referua